A dëshiron Stelina të hapësh kutinë e Pandorës? Po. Tani do ta shikojmë çik në vëmendje. Stelina hap kutinë e Pandorës. Në fund do t'ju thënë diçka, do t'ju tregoj diçka. Po. Që gjitha kjo është një aktrim, le të them. Urime Stelina, nëse po lexon këtë zarf, do të thotë që ka hapur kutinë e Pandorës. Vllai i madh, te mundsinë të shohësh një video të patransmetuar kurrë më parë, që do të tregojë një të vërtetë dhe do qartësojë mbi pikpyetjen që ke pasur vazhdimisht për kesin. Shikon në monitor. Atëherë të ftoj të shohësh në monitor Stelina, kjo është një video e cila mund të të qartësoj në lidhje me pikpyetjet që ti mund të kesh pasur me veten tënde gjatë gjithë kësaj periudhe. E shohim pa. Faleminderit. Pra thonë që është një video e patransmetuar ndonjëherë. Kujdes. Okej, është kjo video e Caseyt me Inën që janë puthur në përcepat e papave. Tani e para punës, kjo nuk është një video e patransmetuar ndonjëherë. Kjo nuk është një video që Stelina nuk e ka parë asnjëherë. Ajo që më bëri çudi ishte aktrimi i Stelinës, që shumë bukur mund thoshte, po Ledion, kjo ka qenë një ndër arsyet që unë jam shkëputur me Casey, sepse kam qenë e tradhtuar nga ai për faktin sepse kjo video më ka pas ardhur në fakt dhe më përpara. Por për mos të nxjerrë të pavlerë kutinë e Pandorës, Stelina mbajti lojën e Big Brotherit. Pse them unë që kjo nuk është ndonjë video e paparë ndonjëherë për Stelinën. Stelina e ka parë shumë më përpara. Sot ne jemi për shembull në brëm, kur ishte Prime, ishte data 10-11 janar, nuk e di diçka e tillë. Tani do të tregoj një foto, një bisedë që ka marrë që ka dalë tani së fundmi, sot më saktë. Shikojeni pak. Është kjo këtu që është në dhjetor, edhe që i kanë dërguar njerëzit Stelinës, që i kanë thënë se dia e ke parë, po e kam parë, thot Stelina. Është në dhjetor që është bërë kjo foto. Pra, që këtu hedhin poshtë të gjithë gjën që nuk pas ka qenë një video e pa parë ndonjëherë, e pa transmetuar ndonjëherë. Ne kemi parë gjënën, okay, e kemi është transmetuar. Edhe kështu. Kështu që nuk është vetëm një format që nuk mund të gënjesh dot për asnjë lloj gjëje. Çdo gjë del. Dhe në këtë rast duket që dhe Stelina po gënjen që nuk e ka parë ndonjëherë, apo ndoshta dhe Ledioni që thotë që është e patransmetuar ndonjëherë. Hajde, se mi rregjo.